Përshëndetje zonja dhe zotrinj dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë informative MCN Ekonomi. Do të flasim ditën e sotme sa i përket paras kesh dhe blerjeve online. Për ta sjellë në vëmendje, përdorimi i pagesave elektronike dhe ulja e përdorimit të paras kesh duket se janë njëri prej prioriteteve të qeverisë Rama. 4 në nivel evropian, Gjermania e përdor keshin më shumë se të gjitha vendet e tjera të BE-s, po ashtu vendet nordike thuajse nuk e përdorin fare keshin. Online, blerjet online sot janë kompanit më të mëdha në botë, vlen të përmendin Amazonën apo Alibabën, por ku ndodhet Shqipëria në këtë sistem online dhe cashless, siç quhet ndryshe. Do të flasim mbi këtë temë, kam profesorin Artur Ribaj, ta kem kënaqësinë sërish në studio. Kënaqësi profesor. Faleminderit. Gjithashtu zotin Dali Bali nga Unioni Financiar, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit. Profesor, po e nis spari me ju, në krahasim me vendet e rajonit, ku jemi ne me përdorimin e keshit? Në të gjithë rajonin vjet re rritje tendencës së përdorimit të keshit. Dhe kjo jo se nuk rriten e transaksionet në online, por njëkohësisht edhe paraja në qarkullim. Shifrat janë të qarta për ecurinë dhe përdorimin e keshit në Shqipëri, që pothuajse është dyfishuar në këtë 10 vjeçar, duke pas një para të madhe në qarkullim të keshit. Por në njëjtën kohë edhe transaksionet online janë të tilla. Dhe rajoni ka të njëjtën tendenca, të njëjtën rritje, ndoshta jo me të njëjtin ritëm dhe shpejtësi dhe volum siç ka Shqipëria, por ka tendenca të përdorimit dhe të rritjes së keshit në përdorim. Çfarë duhet bërë? Ndoshta do të jenë element që do t'i diskutojmë në vijim. Ajo rezulton e njëjta gjë që në 10 vjet kemi një dyfishim të keshit në Shqipëri? Shiko, gjendja e keshit patjetër është rritur, domethënë se normalisht kemi një rritje dhe këto e tregojnë edhe pjesa e valutave që ka pas një rënje të valuta kundrejt lekut, por sigurisht paraja elektronike ka pas një rritje shumë vitet e fundit të lartë, kjo edhe prej efektit të turizmit sigurisht, që ka qenë motori kryesor i veprimeve elektronike. Pse thot kryeministri që ne brenda një dekade do të bëhemi një vend i cili nuk përdor më para kesh? Është ambicioze, realisht është ambicioze dhe në fakt edhe të gjitha, po them, Banka e Shqipërisë ka marrë një sër reformash për të shkuar drejt kësaj, domethënë drejt këtij qëllimi dhe në kompleks mendoj që ne mund të shkojmë ta ulim shumë më shumë keshin, por që është shumë ambicioze thua që do ta zhdukim. A ul informalitetin fakti që kryeministri thot në 10 vjet ne nuk do të kemi më kesh? Patjetër, patjetër. Sidomos në pjesën e tregtisë elektronike, domethënë kur nëse nuk kemi transaksionin elektronik, edhe para edhe marrjen e fondeve të jetë elektronike, ne po themi mund të themi që kemi tregti elektronike, por nëse nuk është edhe pjesa e pagesës, nuk e kemi të përfunduar ciklin e tregtisë elektronike. Kështu që patjetër mendoj që do ta uli ndjeshëm. Do ta uli ndjeshëm. Personalisht kam një opinion ndryshe. Mendoj se nuk do të arrihet. Pse? Jo se nëse do shteti e arrin, sepse kufizon gjithçka, e pamundëson përdorimin e keshit dhe mund të arrihet me detyrim. Por mendoj që ekonomisë nuk i bën asnjë gjë, nuk i bën mirë nëse vjen e imponuar dhe me forcë. Sesa duhet të përqaset dhe të përqafohet nga vetë konsumatorët. Vendet që e kanë bërë, të gjitha vendet nordike, Kina dhe Turqia që aktualisht përdorin 90% po themi transaksione online, përkundrejt Gjermanisë që është vendi masiv i madh që përdor vetëm cash, le të themi në një lloj mënyre, është dhe çështje kulture nga ulëmtimet që ne pam. Domethënë nuk është thjesht çështje infrastrukturë shtetërore. Por nuk mund të mendosh që ka më tepër kulturë Kina dhe Turqia krahasuar me gjermanët. Okej. Janë më të bindur dhe nënshtruar, kjo jam dakord. Dhe prandaj në parantezë thash, po të doj shteti këtu do të realizoj 100%. Por nuk besoj se gjermanët janë të pamendshur që e lënë në këtë formë. Po pse e lejmë 50-50 po e përdorim në një mënyrë gjermane? Sepse ekonomisë i shërbejnë gjithmonë edhe transaksionet në cash. Dhe i lë lirinë e vepruarit konsumatorit, individit,
Në qoftë se do të shkoj dhe do të përdor vetëm kartën e bankës. Po. Kur, janë marrë disa masa, po mund të kthejmë përsëri, më parë, nëse ti e përdorje kartën, ty të mbajshin komisionen pagesë. Jo vetëm merchandiserit, që ti bleje produktet, por edhe ty si klient, si mbajtës i parave të tua. Në qoftë se ti do të shkosh të hiqe paranë automat, të mbajshin komisione. E të tjera, pra komisione pa fund në të gjitha anët. Atëherë pse do të më hiqet mua e drejta si konsumator që të marr paratë e mia dhe të mos paguaj për të tjerët. Pra, shteti, siç thash edhe një herë, mund ta imponojë, mund ta detyrojë, por atëherë cënohen të drejtat. Kryeministri thotë që kjo është, le të themi, një prej kërkesave të BE-s, se kamuflon në këtë lloj mënyrë. Italia nuk e pranon, Gjermania nuk e pranon, janë vende anëtare të Bashkimit Evropian. Pse thot kryeministri që ne do bëhemi cashless në 10 vjet, kur vetë BE-ja nuk është cashless? Jam plotësisht dakord se duhet reduktuar. Po. Është tjetër gjë kjo, është tjetër gjë të thuash do të bëhet totalisht çdo gjë digjitale dhe online dhe nuk do të ketë më para fizike. Pra, unë jam kundër imponimit për të shkuar 100% në digital. Dhe për të lënë hapësira dhe mundësitë të cilat i duhen, sepse shërben si regulator edhe vetë konsumatori për të ndërvepruar dhe për të imponuar në marrëdhëniet e tregut. Gjithashtu, mos harrojmë thirrjen e fundit të Bankës Qendrore Evropiane, që thot duhet çdo familje të mbajë një rezervë keshi në familje për emergjenca, për rast të rënies së sistemit. Në qoftë se kemi një blackout, siç ndodhi në Spajnë dhe Portugali, çfarë do të bëjnë? Si do t'i përgjigjet shteti këtyre njerëzve për nevojat e përditshme për 1, 2 apo 3 ditë? Në qoftë se ata s'kan asnjë para në përdorim. Në qoftë se kemi një rënje të sistemeve, gjë që ndodh. Më ka ndodhur kur kemi qenë në bankë dhe nuk dinim si t'ia thonim klientit rast sistemi, se për atë do thotë iku falimentoi banka, në fakt jo. Ose në qoftë se ty ndodh që s'ka energji për një çast saktuar, ai thotë u zhdukën paratë e mia, në fakt jo. Pra s'duhet që të imponojmë dhe të krijojmë një treg të tillë me një popullat që ka kaq sa ka njohuri, ne të imponojmë diçka me ekstreme për ta shtyrë drejt rreziqeve të tjera që mund të ballafaqohemi, nga padia, po dhe nga pamundësitë që janë normale. Ka rreziqe, thot profesori, po ju sjell rastin e të majtës italiane, pa kohë më parë ky debat u bë dhe në Itali, cashless society, ishte debati në Itali, e majta thoshte që po bëhet për të akumuluar më shumë pushtet tek bankat dhe më shumë pushtet tek politika e momentit. Pse e thot kryeministri që në 10 vjet ne do të jemi një shoqëri pa kesh? Shikom, do të thonë, qofse ndërhyrja bëhet drastike, të vetmit përfitues, po them, sepse me këtë do ta bëj pa kesh, me institucionet financiare. Por nëse ndërhyrja bëhet drastike, këto institucione financiare praktikisht nuk është se kanë margje të tilla që edhe numri i popullsisë këtu është i madh dhe numri i transaksioneve është aq i madh që këto shifra të jenë, domethënë, fitimprurse për këto transaksione që do kryhen cashless. Pastaj, nëse bëhet drastike, i bie që përfituesit e vetëm të këtyre do jenë bankat të cilat amortizojnë kostot të tjera ose kanë shtrime të tjera fitimesh dhe jo institucionet financiare. Nëse flasim për institucionet financiare, do them, të gjitha institucionet financiare si portofol flasim vetëm për paranë elektronike, nuk është se janë fitimprurse. Dhe duke qenë drastik, duke ulur akoma më tej komisionet që këto mund të gjenerojnë, kjo do t'i nxirrte jashtë tregut fare. Të paktën për këtë segment, po them, flasim për këtë segment, sepse patjetër që segmentet e tjera apo institucionet financiare të cilat kanë strime të tjera, patjetër që nuk do ta ndjejnë këtë, por puna është që nuk do jenë dot pjesë e këtij tregu. E qartë. Pra, Revoluti që është bankë digjitale në këtë moment, për shembull, i bën transaksionet pa fi, po themi, në kuptimin siç i bëjmë bankat tona. Pra, do të shkojmë drejt Revolutit në një lloj mënyre në thonjza? I bën për momentin pa fi, për aq kohë sa do të kapi tregun. Se pastaj kur të kapi tregun ndryshon çështja. E kuptoj. Sepse do të është biznes. Dhe kjo është, më fal, edhe kjo është domethënë në këtë formë tregun lokal të fintechut e nxjerr jashtë loje dhe e lë shumë të ekspozuar ndaj
këtyre big players që vinë, po them, do vinë edhe me licencat njësuara nesër, duke qenë se nëse ne jemi pjesë e US. Vi me licencë të njësuar, dhe praktikisht ai utilizon komplet platformën në të gjithë, dhe ato shifrat që janë të vogla fare për ato bëjnë sens, kurse për një biznes shqiptar, jo. E kuptoj, por do ndalemi pak tek një pikë tjetër. Dy gjigantët e mëdhenj, Alibaba dhe Amazoni, që thash e-commerce, pra duket sikur po vlon bota me këtë e-commerce-in. Projekti paralajmëruar nga ministreja Brahimaj, ministreja e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, do filloj tha në 3 qytete, në Tiranë, në Dibër dhe në Përmet, ku 300 individ do t'jenë pjesë e skemës pilot, të cilat do të kryejnë pagesat përmes aplikacioneve të ofruara nga bankat dhe institucionet e paras elektronike në bizneset e vogla dhe të mesme, pranë zonave ku banojnë. Çfarë mund të bësh me këto blerje elektronike? Pra ta shpjegojmë pak për qytetarët që po na ndjekin, çfarë do të thotë ky projekt pilot? Patjetër, biles ne kemi qenë edhe pjesë të këtij projekti. Ky projekt është kryer tashmë, është kryer tashmë. Çfarë është bërë? Është dhënë një fond, një pjesë të përzgjedhur random të qytetarëve, të grup moshave të ndryshme, target të ndryshëm, domethënë për të parë edhe segmente të ndryshme të shoqërisë se si adaptohen me teknologjinë. Janë hapur në llogari në institucione të ndryshme, kanë qenë pjesëmarrës disa institucione financiare, bankat nuk kanë qenë pjesë e këtij procesi, kanë qenë vetëm institucione financiare dhe këto fonde që janë vënë nga ministria, këto i kanë përdorur për blerje në tregtar vendas. Për të vënë në funksion një, po them, paguesin edhe ofruesin e shërbimit. Ka qenë, po them, me mënyrën organizime, duke qenë se ishte edhe viti i parë patjetër, mendoj që ishte e suksesshme deri diku si iniciativë, por patjetër që na pamundson ne si institucione dhe kishte disa probleme ky proces që dhe kushtet aktuale nuk na lejonin që ne të ishe komplet funksional. Për shembull, duke qenë se të gjitha këto tregtarë duhet të kishin patjetër një partner dhe klienti mund të ishte një partner e një fintech-u tjetër, portimi një klienti nga një paguesi, një fintech-u, nga një fintech tjetër për të marrë njoftimin e pagesës ishte problem. Kjo besoj që vitin e ardhshëm zgjidhet sepse është projekti Instant Payment që po bëhet nga Banka e Shqipërisë për një njësim komplet të llogarive të tregtarëve për shkëmbimin në instant të fondeve. Kjo besoj që nëse bëhet sërish, me patjetër me ky projekt do ketë shumë sukses edhe mund të jetë akoma më mirë se sa herën e kaluar, patjetër, sepse tregtari pavarësisht se ku e ka llogarinë, në cilën bank apo në cilën institucion financiar, shkëmbimi dhe njoftimi i pagesës bëhet në kohë reale. E kuptoj. Profesor, ku jemi ne me e-commerce-in atëherë? Kemi bërë hapa gjigant. Absolutisht po. Nëse unë kujtoj kur kam bërë një artikull në vitin 2000, si që mas gjikundi, Shqipëria ka ecur me hapa shumë të shpejt për i sërtetë, për shkak të investimit të vetë subjekteve, institucione financiare në vend, duke mbështetur pikërisht këtë lloj biznesi, por dhe vetë trendit të konsumatorit. Pra, jemi në qastin që është diçka që konsumatori përqafon, dhe konsumatori e di çfarë do. Ne jemi këtu si biznes që t'ja ekspozojmë, t'ja facilitojmë, t'jemi transparent, sepse nëse zhgënjejmë na kthen në bumerang, atëherë konsumatori e përqafon dhe e do çdo lloj produkti, sado i përparuar dhe i zhvilluar të jetë ai. Por nuk bëhet me fushata, nuk bëhet me projekte të financuara aty këtu sporadike. Po ne kishim një boom shit blerjesh online për para disa vitesh. Dëgjoje kudo, në çdo kafene, Instagrami, blerje xhinsesh, blerje syzesh etj etj. Siç është një kompani tjetër, pa e përmendur që ka hyrë në treg. Thuaj se ndaloi pastaj. Domethënë dikush thon bëri një ligj, tarifoi më shtrenjtë, e blije 5 euro në Amerikë, po të vinte 55 në Shqipëri.
Çfarë ndodhi? I dha me të vërtetë i vuri frenat blerjeve dhe shitjeve online? Në një farë mënyre, pavarësisht se është reduktuar, por dhe shteti ka të drejtë të mbledhë taksa. Dhe për ta pasur të mbajtur në kontroll, për të menaxhuar dhe për të paguar ata të cilët e bëjnë këtë biznes, sepse është dikush nga pas që e bën këtë biznes. Dhe duhet që të paguaj për ata, ashtu siç dhe biznesi i Airbnb-s apo Booking funksiononte, por përsëri shteti ka nevojë të mbledhë taksa, siç ne të gjithë paguajmë për të ardhurat që marrim. Kështu në këtë pikë rregullimi për të vendosur disa detyrime të përgjigjen këtij shteti për këtë konsum, nuk jam kundër saj. Unë jam kundër kur imponohet të tjera qasje të cilat ti si konsumator nuk e do dhe nuk e pranon dhe të rëndon. Atëherë në këtë pikë bëhet e rëndë dhe do të penalizoj dhe e-commerce-in. Kemi ne infrastrukturën për të kaluar në një ekonomi digjitale? Ne shqiptarët jemi që përshtatemi shpejt. Dhe e kemi treguar në histori që halli ças na ka bërë të pranojmë. Problemi qëndron sa e shëndetshme kjo është dhe sa mirë do t'i bëj rritja së popullsisë në vend, që njerëzit mos të ndihen më të frustruar, të imponuar, të detyruar dhe të gjejnë zgjidhje çante në krah dhe të ikin në Gjermani, se Turqia nuk do shkojnë në Kinë. E vërtet. Atëherë, pikërisht kjo mendoj se është çësia që duhet parë. Pse? Ka probleme digitalizimi masiv? Patjetër. Ka probleme. Është e lehtë të thuash po, çdo këshilltarit huaj, çdo që vjen për një projekt të caktuar. Se vjen FMN-ja, Banka Botërore, këto do të digitalizojmë. Për FMN-n, unë personalisht jam t'i bindesh, por ka të tjerë ekspertë që paguhen dhe t'i japin mend, se ndonjëherë ne na pëlqen më mirë një që flet anglisht, se sa ekspertët tanë që kemi këtu dhe flasin shqip. Dhe themi po pa kuptuar çfarë kemi pranuar të bëjmë. Dhe kjo nuk është e rastishme, të qenë shpreh dhe her pas here në për tavolina takimi për takimet ndryshme, e vërre që ata që kanë fuqinë e vendimarrjes dhe përcjelljes së saj në instanca shtetërore shpesh janë thjesht të bindur duke thënë po, pa menduar dhe kalkuluar kostot mbas. Ku po shkojmë? Dhe nëse flasi për një shtet i cili duhet menduar në konceptin e shtetit dhe jo të qeverisë, ne duhet mendojmë për 10 vjet ku do jemi. Koha nuk jam kundër që mund ta sjelli që ne të shkojmë cashless. Por nuk e besoj këtë. Të jemi 100% cashless. Por nëse punohet me strategjinë e duhur për të rritur mirëqenien, për të rritur besimin në ekonomi tek këta aktor, tek ky vend, atëherë jemi në drejtimin e duhur. Por nëse ne imponojmë se jemi shteti dhe mund ta bëjmë, po, mund ta bësh. Por kjo nuk do të japi kthimin e duhur. Do të shkojmë brenda kësaj dekade, po e ripërsëris dhe një herë pyetjen që ne nuk do të përdorim më para. Pra do të jemi një shoqëri e cila do të përdori vetëm transaksionet bankare me karta, gjithandej etj. Nuk mendoj që është realizueshme. Nuk është realizueshme. Nuk mendoj që është realizueshme. Patjetër do ta ulim, domethënë, por nuk mendoj që është realizueshme që ne të jemi plotësisht cashless. E kemi në infrastrukturën, për shumë, po, kryeministri thotë që ne mund ta bëjmë, por kemi në infrastrukturën që të çojmë në çdo qytet dhe fshat, të çojmë nga njatëm në çdo qytet dhe fshat, të edukojmë se si të përdoret. S'ka ngel më njëri në fshat. Nuk mendoj se është çështje infrastrukture. Nuk mendoj se është çështje infrastrukture. Infrastruktura është kollaj e bëshme. Sot çdo gjë mund të bëhet, domethënë, patjetër do jetë me një kosto për ato që do ta bëjmë, për bankat, për institucionet financiare apo bizneset, domethënë, po të thuash për ta bërë, po e bën, por nuk mendoj që është çështje infrastrukture, është çështje mundësie dhe është proces, domethënë, është proces që këto njerëz, domethënë, të mësohen akoma më tepër me facilitetet që i jep cashlessi. Dhe për sa kohë sot, po them, si bizneset, si qytetarët, të gjithë cash is the king, nuk mendoj që do ketë ndonjë ndryshim brenda dekadës. Është proces patjetër.
Vetë unë kam një dekadë që jam cashless, personalisht. Okej. Sepse... Edhe në Shqipëri cashless? Po. Sepse sistemi i ka mundësuar. Marketi i lagjes, blen dot pa me kartë. Blen me kartë. Absolutisht po. Të fshatari qumshti? Okej, nuk e blej tek ai, se thash personalisht. Por, kur flasi për popullatës, nuk po flasi për ne të tre këtu. E kuptoj. Nuk po flasi për ata që jetojnë rreth bllokut. Po flasi për gjithë Shqipërinë. E vërtet. Dhe ka pas kompani në treg që kanë falimentuar, erdhen me këtë mundësi. Dhe s'janë më në treg. Pra, tregut do t'i ofrosh atë çfarë ka nevojë dhe atë çfarë ashtu mund të bjetosh. Kush është më ose më saktë, kush ka më shumë dobi nëse shkohet drejt një shoqërie me përdorim të pakët të paras? Ka më shumë dobi institucioni bankar, ka më shumë dobi qeveria, apo ka më shumë dobi qytetari? Të reduktimi i keshit në ekonomi kanë dobi të gjithë. E thënë shkurt. Po. Por, nëse aktorët janë fair. Sepse nëse ju thash që kemi pasur periudhat caktuara kur bankat vendosën komisione edhe për mua që kisha paratë e mia për të blerë me kartë, atëherë ishin duke më shtytur që unë të triqa kesh në automat. Dhe pastaj të paguaja jo më me kartë, por me kesh. Por në qoftë se aktorët do të vazhdojnë të jenë fair me tregun, gjë që her pas here e vënë në dyshim sepse biznesi funksionon si i tillë, po ka mundësi do t'i vendosi komisionet dhe ti s'ke ç'bën, kur nuk e opsion tjetër. Dhe të humburit pastaj do t'jenë konsumatorët. E kuptoj. Steve Eisman e ndjek shpesh në një podcast vetin, thoshte një ditë ishte paksa kundër intuitive, por ai e thoshte është një nga investitorët më interesant në Wall Street. Thoshte një gjë interesante, je më i pasur nëse ke më pak karta banke, është e vërtet? Ndoshta ka pasën kuptimin se sa më shumë karta banke të kesh në banka ndryshme, aq më shumë chargjohesh. Po, ne jemi më të pasur se ne kemi më pak karta banke. Pra, amerikanët, thoshte ai, janë shumë më të varfër, thoshte se do paguajnë gjithë jetën ato kartat. Po, dhe sidomos credit card. Po, pra, credit card. Të cilat gjithashtu e kanë dhe interesin e kredis shumë herë më të madh se sa një kredi e zakonshme. Kështu që nxitja për të stimuluar përdorimin e kartë kreditit personalisht me këdo, edhe me klientët e mi në banka, apo dhe nuk e mbase do të bëj anti-marketing bankave, por për të mirën e konsumatorit nuk e rekomendoj. Mund të përdorësh nga halli, kur ti s'ke ç'bën, por jo ti t'jesh përdorusi i përhershëm i kartës, të cilët pastaj stimulohet për të paguar me interesa që varion diku te 20%, dhe është kështu në gjithë botën, nuk është se janë vetëm bankat tona më të shtrenjta. E vërtet. Ndanë të njëjtin mendim me profesorin? Kjo ndodh, po, patjetër, sepse kjo ndodh sepse njerëzit janë impulsiv në blerjet e tyre. Dhe kur e kanë një linjë kredie të gatshme, një credit card të gatshme që ta përdorin përtej limitet e tyre dhe pastaj po them, pastaj e kuptojnë, kur vjen koha për ta paguar, e kuptojnë ngarkesën e asaj faciliteteve të parave të gatshme nga institucionet financiare, patjetër që, domethënë, në dalin nuk e kanë në kontroll shpenzimet e tyre duke pasur sa më shumë linja kredie të gatshme. E kuptoj. Profesor, për ta mbyllur pjesën e parë, faktikisht kam me një pyetje që shpeshherë ngrihet edhe në për podcastet ndryshme, në për debatet ndryshme. Ka ndonjë konspiracion mbas kësaj cashless society, shoqëri pa para? Gjithandej flitet për konspiracione të mëdha dhe zënë edhe një vend kryesor, le të themi, edhe në përshkrime. Edhe absolutisht, dhe mass media e pëlqen dhe skupin dhe diçka të tillë dhe publiku gjithashtu. Nuk dua ta shoh të tillë dhe është një trend dhe një tendencë drejt të shkuarit në atë drejtim. Kuptohet që fuqia e atyre që e menaxhojnë do të jetë më e madhe në informacionin që do të kenë, në transaksionin që ti bën, në preferencat që ti ke dhe në profilizimin e gjithë secilit. Po, këto janë rreziqe të vërteta. Se sa të sigurta janë që këto të ruhen, është një çështje tjetër që dhe kolegu mund të flasë. Edhe ju i besoni këtyre konspiracioneve apo e shi? Jo, por domethënë patjetër që lidhje, domethënë sot me komplet digitalizimin që të gjitha proceseve apo monitorimin të komplet të përdoruesve, ne kemi krijuar një profil të plot të sjelljes, të behaviorit të këtij konsumatori. Patjetër që duke
e pasur këtë, mund të ndikojmë qoftë edhe në subkonsciencën e këtij konsumatori për sjellje të caktuara apo jo. Por që të mendoj që ka një gjë më thellë se kjo, jo. Është goxha facilitet në qoftë se sa më intensive bëhet jeta, aq më shumë njerëzit kërkojnë gjëra digjitale për të përmbushur nevojat më shpejt. Muzundani, të nderuar zonja Zotrin, do të shkojmë në një hapësirë reklamash dhe do të vim sërish me profesorin Ribaj dhe zotin Bali, do të flasim për një temë shumë interesante. Do të bëhemi për 10 vjet. Biseda vijon edhe në hapësirën e reklameve sa i përket vendeve të cilat nuk e përdorin shumë keshin. Faktikisht një vend gjigant, siç e thanë profesor, është Kina, Turqia, e po e pash gjatë lumtimit 80 apo 90% ishte blerja online, kurse në Evropë, siç e thamë edhe në pjesën e parë, Gjermania ka sasi përdorimi shumë të madhe keshi, kurse vendet e tjera nuk e kanë këtë lloj gjëje. Pra jemi me profesor Ribaj, gjithashtu edhe me zotin Bali, po flasim sa i përket përdorimit të keshit. Kryeministri thotë që në këtë dekadë, pra brenda disa vitesh, mund të shkojmë drejt një shoqërie që ne nuk e përdorim më keshin. I folëm për infrastrukturën dhe po e bëj sërish pyetjen. Kjo lloj infrastrukture dhe kjo lloj deklarate që bën kryeministri, nëse shteti do, e bën brenda vitit, brenda 2 vjetësh, e bën shoqërinë me të vërtetë që mos përdori më kesh? Mendoj se po. Mendoj se bën edhe më pak se sa një vit. Nëse imponon këtë lloj masash që do ta quante të nevojshme për të aplikuar dhe për të kryer. Por në rast se do ta mendoj mirë, nuk është në interesin e shtetit të shkojmë në këtë lloj mase. Përderisa ne kemi qasjen europiane, atëherë duhet marrë shembujt europian. Dhe duke u bërë e mundur që qasja drejt reduktimit të keshit të jetë natyrshëm, i pranuar, dhe siç kryesisht nga të rinjt, është i tillë. Nëse flasim për shtresa dhe segmentet e tjera më të mëdha në mosh, atëherë çdo gjë mund të mundet dhe tua imponosh ta bësh. Por a do të jetë kjo eficiente, e pranueshme prej tyre dhe do të japi një rezultat të mirë për popullatën? Unë e vendos në dyshim dhe mendoj se kush na ndjek duhet ta rimendoj edhe një herë. E kuptoj, po kush e garanton transaksionin, sigurinë e transaksionit? Atëherë, siguria e transaksionit në kohën që ne flasim nuk mendoj që është problem, do them, sepse infrastrukturat ekzistojnë edhe të gjitha bankat, institucionet financiare janë të nivelit të sigurisë kritike, pra monitorohen, ka një sër certifikimesh për të garantuar pjesën e sigurisë së transaksioneve. Por sërisht nuk mendoj që pjesa është për shkak të infrastrukturës, që nuk mund të arrihet pjesa cashless. Unë mendoj që është cashless nuk e bën dot të duke qenë drastike dhe duke imponuar shoqërisë, por jo sepse nuk arrihet për çështje infrastrukture. Informacioni është shumë i sigurt dhe mendoj që nuk është problemi tek pjesa e sigurisë të sistemit. E kishim njerë këtë temë faktikisht me zotin Gjergj Buxhuku përpara disa kohësh dhe tha një gjë interesante që është dhe paksa kulturore. Ne duam shumë keshin, tha, prej 97-ës. Pra e përdorim shumë sepse nuk kemi shumë besim, tha, tek institucionet bankare. Ndan të njëjtin mendim, pra duam pak ta ruajmë keshin sepse kemi edhe një traumë nga 97. Trauma është aty. Po. Dhe nuk është keq që është. Po. Sepse shpesh njerëzit gabojnë sepse harrojnë. Por, unë kam që sistem dhe nëse depozitusit, popullata, ka besim, nuk mban pare në shtëpi. Dhe vjen dhe i depoziton në bank. Kemi një ngjarje para disa vitesh ku u hap një panik dhe erdhën pafund të kërkonin të merrnin pare, të rrishin depozitat. Por ashtu siç i morën, ashtu dhe i sollën. Të pas bërthyera fare me njëherë në momentin që atyre ju kthye besimi në institucion. Si e shpjegon? E shpjegoj sepse njerëzit e kanë dhe e duan bankën, ta shohin si institucion besimi. Jo si institucion që mund t'i qit ata,
apo mund t'i përdori kur ata janë dhe të paditur. Dhe në qoftë se ata kuptojnë një informacion që ti po mundohesh ti manipulosh, depozitusi reagon agresivisht duke dëmtuar pasaj banka dhe gjithë sistemin përmes humbjes së besimit të tij. Por jo se do keshin, por do besimin. Nëse ne përmes sistemit ton financiar i japim besim, atëherë të siguroj që shqiptarët janë njësoj si gjithë europianët e tjerë. Aq më tepër që shqiptarët sot janë në gjithë Europën, shkojnë dhe vinë, dhe nuk besoj se ka ndonjë që nuk e ka të kulturë dhe atë hapësirë të menduarit. Por që nuk jam më se shqiptarët duan keshin. Përkundrazi, sot i gjejmë edhe mirë bëjnë nga rreziqet e mbajtjes së keshit në shtëpi etj etj, ato janë kryesisht të mbështetur në sistemin financiar, sistemin bankar. Përjashtuar ata që merren me tjera biznese. Ajo është gjë tjetër pastaj, por ku jemi ne me e-commerce-in? Mbas pandemisë pati një shpërthim kudo në botë. Patjetër ka pas një rritje goxhat të madhe të e-commerce-it si vendas por edhe të huaj, sepse së fundmi kemi pas shumë edhe rritje të hyrje të platformave të huaja që shesin drejt Shqipërisë. Në shembull rasti i Temus është një gjë e tillë që i ka rritur jashtëzakonisht shumë transaksione ditore. Kjo edhe për arsyen sepse ato kanë zgjedhur në ndryshim nga të gjithë operatorët e tjerë ndërkombëtar ta subvencionojnë vetë pjesën e doganës, e paguajnë vetë deri një farë vlere që i mundson të gjithë klientët shqiptarë të blejnë madje edhe më lirë se sa në tregun vendas. Kjo sigurisht nuk është e mirë sepse është për ato subjekte importuese në Shqipëri që paguajnë dhe zhdoganojnë mallin patjetër që dalin me kosto më të larta se sa këto platforma të huaja. Por që patjetër është rritur dhe niveli është shumë i lartë realisht. Ka qenë deri para pak vitesh ishte, deri vitin e kaluar para se të hynin këto operatorët e huaj kinez ishte tregu vendas shumë lart. Tani kemi një ndryshim komplet të fokusit, këto platformat e huaja sjellin jashtëzakonisht shumë dhe kjo edhe statistik nga postat që janë të overloadur me pago që vijnë nga jashtë, jo nga tregu vendas. Tregu vendas nga kjo ka pas një goditje. Pse ndodh? Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur sepse siç e përmenda, pjesa e subvencionimit të doganës nga këto operatorë të huaj ka bërë që tregu vendas të jetë më lart me çmimin se sa kundrejt këtyre. Dhe kjo i ka dhënë një bllokim të tregut vendas, edhe një pasiguri edhe ke importuesit në sjelljen e produkteve nga jashtë, sepse shikojnë të pasigurt edhe pjesën e tregut për se si do vazhdoj, a do jenë po kaq agresiv këto tregtarë të huaj që sjellin pa kosto transporti, pa kosto dogane dhe ta sjellin në shtëpi. Nga buron ky agresivitet atëherë? Biznes. Disrupting. Më të fuqishëm, i ndërpresin kanalet të ndërmjetësit e tjerë, që ishin këtu, dhe ata hynë drejt për drejt në këtë treg. E tha pak më parë, zotëria, që e njëjta gjë mund ndodhi dhe me fintechët shqiptar. Pra modeli Uber, falimentoj të gjitha taksit e tjera, investo miliarda dhe pastaj ti ngrit çmimet. Absolutisht, edhe ai pastaj bëhet një korporat aq gjigande që mund të imponojë dhe vetë qeverisë son kushte. Pikërisht kjo është një risk që duhet menduar kur ti hapesh dhe kërkon çdo gjë ta Apo e mendojmë, dakord, sepse ju e shihni me sy shumë kritik, apo e mendojmë apo kemi thjesht yes men? Unë mendoj që nuk mendojnë gjatë se ku po shkojmë. Por shikoj diçka trendi që mund të jetë politikisht korrekt, mund të jetë shumë interesante, pse jo, por kur pozohet për të kthyer në vendim të qeverisë, duhet që të mendojnë të gjitha rreziqet që e shoqërojnë atë vendimarrje. Dhe të gjithë elementet të cilët kanë të bëjnë me infrastrukturën, me sjelljen e njerëzve, reagimin e tyre, know-how që ata kanë, por rreziqet që mbart sistemi dhe operimi, rreziqet operacionale, sepse dhe sisteme janë. Po, e vërtet.
dhe mund të hakerohen, dhe jam i gati për të bërë backup-et e duhura dhe përgjigjet në kohë për çdo gjë. Për ato çfarë ka sistemi bankar aktualisht, është gjithçka e setur ashtu siç duhet. Dhe s'është për të pasur frikë. Por në një hapje, në një rrjet më të gjerë global, atëherë rreziqet janë shumë më të mëdha. Dhe duhet të mendosh pikërisht për ato rrjeta mbrojtje të tjerë elemente dhe përgatitje të stafeve tona që t'i përgjigjen kësaj hapje. Pasi, një prej elementeve që për shembull pse Shqipëria nuk e ndjeu aq fort krizën e 2008-s, krizën botërore. Sepse kishim fatin të mos ishim aq të integruar ekonominë botërore. Pra një fatkeqësi, le të themi, që ishim të paintegruar, na mbrojti. Sot jemi duke lojtur me të mëdhenjt. Kështu që duhet bëhemi gati në qoftë se duam të lozim. Për të ndalur te kjo që tha dhe profesori, po ndjekim thjesht trendin, është një trend global, gjithë po flasim për digitalizim, gjithë po flasim për sa i përket e-commerce-it dhe duam edhe ne të ndjekim të trend, apo është një strategji e mirë menduar, politike, qeveritare për të shkuar diku? Unë do thosha fillimisht është edhe nevojë. Është edhe nevojë duke qenë se sa më intensive bëhet jeta, aq më të nevojshme janë komplet produktet digjitale. Patjetër, a ka strategji pas kësaj? Patjetër që ka strategji. Dhe mendoj që duhen menduar më shumë efektet afatgjat që këto mund të sjellin si në ekonominë, por edhe po them edhe në sjelljen konsumatore. Kështu që e shikoj jo fix, domethënë nuk mendoj që ne domethënë është fix strategjia këtu kanë ne, ndjekim shpesh herë ndjekim edhe rrjedhën e vendeve, jemi follower të vendeve të tjera dhe besoj që po e njëjta gjë ndodh edhe në ekonominë digjitale. Po a është e ardhmja ekonomia digjitale? Se duket sikur faktikisht në një farë mënyrë nuk do zbresim më poshtë për bler diçka, gjithçka do e porosisim nga shtëpia. Është kjo e ardhmja, apo do të ketë gjithmonë, do të lëvizim, do të blejmë, do të jemi sa me para? Trendi ai është, por edhe mund mos jetë, sepse për shembull në qoftë se kam vërej referim tregu të Amerikës së Veriut, ku kam vizitat shpeshta kur vjen puna për produktet bio, kishte filluar një trend i ri që për bler fruta perime, konsumatorët donin të shkonin ta shikonin dhe ta preknin. Sepse ti ishte mundësuar përmes Amazon që të të vinte në balkon. Jepje porosin, çfarë frutash doje etj. Po, por Kahneman thotë edhe këtë lloj gjëje faktikisht, që ti je iracional kur e sheh atë që je duke bler. Pikërisht. Pavarësisht ata kishin ecur aq lart, pra kishte filluar një trend i ri, rrymëre për kthimin poshtë. Dhe është ajo e vjetra asnjëherë nuk del nga moda. Që pra, por tendenca është drejt të kaluarit të shtimit të e-commerce. Është kjo tendencë? Po, e vërtet që është si tendencë që të shkoj drejt e-commerce-it, por domethënë qofse shohim edhe produkte digjitale apo produkte të reja që po dalin jashtë, fusin edhe interactionin fizik brenda kësaj digjitales për të sjellë diçka edhe më ndryshe dhe për mos u shkputur komplet nga pjesa fizike. E kuptoj. Zonja dhe zotrinj, ju falemnderit për vëmendjen. Ishim në këtë hapësirë me zotin Bali dhe profesor Ribajn, ku folëm sa i përket asaj çka tha kryeministri, që mund të bëhemi një shoqëri që nuk do ta përdorim më lekun në vitet në vijim, por siç duket duhet jemi skeptik. Nuk është kaq e thjeshtë. Duhet marr masa. Duhet marr masa. Se jo, por duhet që të kujdesshëm. Ju falemnderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.